Sot Liria ka emër ju drejtohet për të prezantuar edhe një nismë qytetare që në javët e vijim do të zhvillohet nën moton Kosova po pret. Kosova po pret një moment të rëndësishëm. Po pret ditën kur në Hag do merret verdikti nga dhomat e specializuara për themeluesit dhe drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tash e 6 vite jemi munduar që përmes disa aktiviteteve të jemi pranë tyre, të ngrisim shqetësimin ton dhe kërkesën ton për gjykim të drejtë. Dhe për 6 vite e kemi parë që aktakuzat e prokurorisë kanë qenë të paqëndrueshme dhe janë rrëzuar një nga një. Por 16 shtatori do të jetë përfundimi i kësaj sage të errët. Dhe ne do të vazhdojmë të jemi pranë tyre, jo duke paragjykuar vendimin e drejtësisë dhe jo duke ndërhyrë në procesin e gjyqësor, por duke e bërë të dëgjueshëm zërin qytetar të Kosovës për drejtësi, për dignitet, për kujtesë dhe respekt ndaj historisë sonë të përbashkët. Për këtë arsye, kemi vendosur që me 12 shtator, ditë e shtunë, të organizojmë marshin për liri. Ky marsh synon të bashkojë qytetarët përtej dallimeve politike, gjeografike, kulturore, shoqërore, për të manifestuar në emër të popullit të Kosovës që lufta për liri dhe pavarësi ka qenë e drejtë dhe që historia jonë nuk mund të rishkruhet. Lidhur me këtë, edhe këtë herë do të kemi një seri aktivitetesh nëpër komunat e Kosovës dhe me grupe të ndryshme të interesit, të cilat do t'i paraprinë marshit për liri me 12 shtator. Aktiviteti i parë fillon që nesër në orat 10 në Prishtinë, do të vendosim një LED countdown apo numërim mrapsht, i cili do të numëroj kohën deri me 16 shtator nga ora 10 e mëngjesit kur pritet të kryhet edhe seanca e përmbylljes së procesit në Hag. I njëjti aktivitet do të jetë i shtrirë në të gjitha komunat e Kosovës. Çdo orë që kalon do të na kujtoj të gjithëve se Kosova po pret. Do t'ju kujtoj edhe të tjerëve jashtë Kosovës. Po pret drejtësi, po pret dignitet, po pret çlirimtarët të kthehen në shtëpinë e vet. Aktiviteti i dytë do të jetë netët e lirisë që do të zhvillohet në 7 zonat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për cilat do të njoftoni për më shumë në ditët në vijim. Netët e lirisë do të jenë net të kujtesës, të rrëfimit dhe të bashkimit mes brezave për rrugën e vështirë të sakrificat për liri. Njëkohësisht do të ketë edhe forume diskutimi mbi kujtesën kolektive, drejtësinë tradicionale dhe diskutime jo formale për lirinë dhe për pavarësinë. Faleminderit. Të nderuar qytetar, Kosova po pret nuk është vetëm emri një fushate, është një thirrje për qytetari. Marshi për liri organizohet me qëllime të qarta. Duam që me 12 shtator Kosova të tregoj se kur bëhet fjalë për çështje që prekin historinë, lirinë dhe dignitetin e saj, ajo mund dhe duhet të bashkohet. Prandaj, sot kemi edhe një thirrje publike për të gjithë spektrin politik të Republikës së Kosovës, i ftojmë të gjithë partitë politike shqiptare dhe liderët e 4 partive më të mëdha në vend, zotin Kurti, zotin Hamza, zotin Abdigjiku, zotin Gjinić, të bëhen pjesë e marshit për liri. Kjo ftesë u drejtohet të gjithëve pa përjashtim. I ftojmë këta të jenë të pranishëm dhe të kenë adresimin e tyre publik në marshin për liri. Jo për fushat, jo për të ngritur flamuj partijak, po për Kosovën, për lirinë, për të ardhmen. Në atë ditë duhet ketë vend për qytetarin, veteranin, familjen e dëshmorit, të riun, të rinë, përfaqësuesin politik, shoqërinë civile dhe secillin që beson se kujtesa dhe digniteti duhet na bashkojnë. Dhe fushata jonë nuk përfundon me 12 shtator. Me 16 shtator, kur vëmendja do të jetë e përqendruar në Hag, Liria ka emër do të organizoj aktivitet edhe në Hag, së bashku me diasporën shqiptare. Nga Kosova deri në Hag mesazhi ynë do të jetë i njëjtë, Kosova po pret. Prandaj nga nesër në sheshin e Prishtinës fillon numërimi mbrapsht. Nga 16 shtatori Kosova më nuk do të jetë njësoj. Këtu jam në cilësinë e Elizës tek platforma Liria ka emër, një kauzë për cilën thjesht të gjitha pelerinat e tjera bin poshtë. Edhe kështu do të jetë edhe tutje, edhe kur të kthehen ata njerëz në Kosovë, sepse misioni Liria ka emër do të vazhdojë me tjera punë rreth kujtesës kolektive dhe çlirimtarëve tonë. Nuk do ta komentoj intervistën, me që kam rol tjetër nëse nuk mirë kupton. Çka dua të them është që ne kemi komunikuar me shoqatat e dala nga lufta. Kjo është kauza e tyre në fakt. Ne jemi munduar që përtej kauzës së tyre direkte, ne si platformë t'i bëjmë bashkë edhe akterët e tjerë që janë jo direkt të lidhur me luftën për liri, të jemi një nyje përbashkuese për
një autoparlant më të gjerë edhe më përfaqësues në kuptimin e gjithë përfshirjes dhe jo vetëm veteranët ta kemë përbar idenë e kauzës dhe luftës për liri. Ata e kanë sepse janë vetë, liria vetë. Kështu që në këtë drejtim do të jemi bashkë edhe me ta, nuk do të jenë aktivitete të njëjta që kemi shkuar te kryetarët e komunave, aktivitete që do të përsëritet, si edhe e përmenda më herët, do të jetë që ne do të drejtohemi komunave të tjera sepse tani kemi pas kohë të shkurtë, jemi drejtuar vetëm komunës së Prishtinës dhe prandaj aktiviteti ndodh nesër në të shtunën, të hënën në mëngjes do të ketë shkresë direkte për të gjitha komunat e Kosovës që i njëjti aktivitet, domethënë numërimi mbrapsht, të ndodh në të gjitha komunat e Kosovës pa dallim dhe aty do të kenë rast po ashtu të adresojnë edhe njerëz kryetarët komunave ose organizatat e doala nga lufta që janë në nivel lokal, aktorë të tjerë domethënë që kanë kontribuar në luftën për lirim, varësisht nga konstelacioni i nivelit lokal, po ne do të jemi aty që t'i suportojmë domethënë. Po ashtu duhet bëj një ftesë me që veç edhe përmende, rrugtimi është i hapur, kushdo që ka ide dhe dëshiron të jetë pjesë e rrugtimit në ndonjë aktivitet shtesë që kontribuon në këtë kauzë dhe në marshin për liri, mund të ulemi të diskutojmë edhe ta shënojmë ekstra edhe një aktivitet shtesë, është e pamundur me i bë krejt vetëm dhe prandaj pa komunat, pa organizatat duale nga lufta, pa bizneset të cilat kanë suportuar aktivitetet caktuara, besoj pjesën e brendimit dhe pjesën e bluzave që i kemi shpërndar falas gjithandej nëpër Kosovë, ne nuk ishim mujt me ja dorë. Kështu që kushdo që ka dhe ju gazetar, nëse keni tema të caktuara që mendoni që mund t'i bëjmë bashkë, se si është raportuar ideja e luftës për liri ose si është raportuar, komplet është mbuluar procesi i Hagës, edhe kjo mund të jetë një nga temat që mund ta kemi një tryezë të përbashkët, pse jo ta shpalosim për qytetarët e Kosovës e jo vetëm. Faleminderit shumë. Detajt për aktivitetin në Hagë, dijen tash, do të mbledh me datën 16 para objektit të gjykatës speciale, do të jenë diku në afërsi, dijen këto detajet për datën 16? Po, do të jetë pranë gjykatës Hagës, data është e saktë, ora dhe konteksti nuk është ende i precizuar, po gjatë rrugës do t'ju shpalosim edhe projekte tjera, se kem përveç orës që është simbolik në për gjitha komunat edhe bashkëbisedimi me veteranët që e kem qujt si netet e liris në kuptimin me ata që janë gjallë që kanë me i bashkënda tregimet, ka dhe aktivitete tjera, kem gjithashtu me të burgosim politik që i konsiderojmë si pjesa kryesore ose premisa mbi të cilën është ndërtu edhe ushtria çlirimtare e Kosovës, po kemi edhe shumë tjera, po që shta edhe Eliza jemi të hapun për ide kreative, për ide ndihmuese, pse jo një bashkëbisedimi sinqert vjen edhe ide edhe më të mira edhe të reja. Po, sa për fillim këtu i kemi, gjatë rrugës do të ndajmë edhe detaje ma shumë. Besoj do të kemi agjendë precize, pastaj që do ju dërgojnë që mund të me i përcjellë edhe të. Po sinqerisht ftesa është e hapur, edhe për organizata të shoqërisë civile, por edhe për mediat, nëse mendojmë që mund me bëu diçka bashkë, një ditë me shënu një ditë bashkë, lirisht. Gjithsesi, bile si ide shumë e mirë edhe një pikë falënderimi për juve, që keni qenë gjithmonë afër edhe i keni pasqyruar në mënyrë neutrale dhe precize krejt aktivitetet tjona, pse jo do të ishte një ditë me media për lirinë e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit.